Miq, do të nisemi drejt Elbasanit, në stadiumi Elbasan Arena për të luajtur me Besën, apo jo? Ndeshje me Besën, Pogradeci pretendon fitore për derën e parë. Pra, nëse fitojmë në këtë finale, do ndeshemi me Tiranë. Është e pritshme fitoria? Pastaj sa to. 1-0 me këtë vepër. Mikrofoni më ka vajtur këtu poshtë. Drejt e kjo. Jo, kam fjalën ta vesh këtu. Pra miq, do të nisemi drejt Elbasanit për të shikuar super ndeshjen ku janë nisur 18 fugona bashkë me makina private. Pra një pjesë e Pogradecit do të jetë në Elbasan. E sigurt është që do garantojë një super atmosferë në stadiumin Elbasan Obreja. Prisni spektakël miq dhe ndiqeni videon në fund. Do kemi spektakël. Ne presim vetëm fitore. Tash edhe po humbëm. Nuk ka probleme Ne jemi në humbje dhe në fitore me Pogradecin, me ekipin. Sa vite ke që ndjek futboll? Sa vite kemi një mori vitesh që fëmijë. Kemi që ndjek futboll. Je një tifoz i flak ti këtij. Tifoz i flak i Manchester United në Angli. Jo, po Pogradecin. Normale. Pa presin spektakël, presin fitore, presin dhe spektakël tribunë. Ku tifozët janë të shumtë. Do pinë një kafe në Elbasan? Vamos. Jo, si i thonë Elbasan që hajde e frate. Ta pim një kafe para ndeshjes. Shemi puntatën e ardhshme. Jo, kjo puntatës, po do të jetë ndarë me pjesë. Byte Pogradec! Byte Pogradec! Sa po më rritëm në Elbasan, ku do luhet ndeshja Beza Pogradeci në orën 5. Ne jemi në 4, do dalim një xhiro në për Elbasan dhe do të mbështesim me ekipin tonë të zemrës, Elbasan Arena. Kemi ardhur në Elbasan këtu me Genin, me Elbasanliun e vjetër. Më thënë, ne kemi kryer studimet në Elbasan dhe sot po vim si tifoz pogradecar. Për kualifikimin e Pogradecit e për vazhdimin të mëtejshëm dhe shpresoj që të fitojmë sot. Për kualifikimin superiore. Pra miq, sot presin fitore, spektakël si në fush, ashtu edhe në jetën e përditshme. Jo, si në fush edhe në tribunë, them. Pastaj në jetën e përditshme një pogradecar është më pak i stresuar se sa një Elbasanli në ideale, por kjo është temë tjetër, të flasim vetëm për futbollin. Ja, pra miq, po vim si tifozët pogradecar tani. Çfarë mendimi ke për Elbasanin tek këngë? Po mendim kemi kaluar një pjesë të konsiderueshme. Të disa viteve të jetës tonë. Dhe do një gjë, pavarësisht se kemi pjesë të jetës tënde, kujton me nostalgji. E kujton. Mban më të lokalet u kanë qenë me të shoqëruara. Ja me të shoqëruar, po ne prapë hyni. Ke hyrë ndonjë me shoqëruar ti me ndonjë vajzë? I kam thënë kamarieri unë. Qenë me shoqë. Ke qenë me shoqë. Unë shoqëruani thoshe, unë se syja vetë, unë bili nga çunat. Kemi dhe çunat që na presin para. Poli! Hajde përshëndes një herë. Do na përshëndesit ndonjë gjë apo jo? Jemi drejt për së shtremti. Jemi nga YouTube-i. Po ju flasim nga YouTube-i. Ky si quhet ky vendi? Kjo është Times Square i Elbasanit. Po nuk ishte. Ky është Kazan. Lishte për presionistë, Na kam pajisur edhe me bluzët i liqenor, që të dallohemi. Kthejmë brapa si lezon? Pogradecja. Sa shkruajnë? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 shkronja të arta. Qa tifozi ti, po të rallot amerikane të ike direkt, e tratove Pogradecin. Me tifoznak në përmjet rrjeteve sociale. Normale. Qarë quhet këtu? Si quhet ky vendi këtu? Këtu në ndalon të fugoni ti keni. Në ndalon të fugoni. Në stresove ti. Do të bëjt YouTuber. Do bëjmë YouTuber unë, është video e parë. Qa të nga thosh dhe gjema poli? Po, hajtë beta shi pasaj la fosem, hajtë bëjmë një gjiro. Okej. Hajtë me fitore që. Me fitore. Arritëm dhe kalaja. Eugeni, di që është një kalaj ndërtuar në 3 periude. Në periudhën e fundit është ndërtuar në periudhën Osmane. Mos na u shkëputore. Ata Triskampat dashur miq. Jemi në një klimë verore në Elbasan.
Dielli shkëlqen. S'po kalojmë në vjetë e bardha. Nuk I respektojnë vjetë e bardha. Ku po shkoni, more? E di u rrugët e Elbasanit. Jemi në stadium tashmë. Nam pamjet e fundit. Dhe çuna po blem bugaçe këtu. Shika? Sa vite keni pa ngrënë bugaçe? Radh për bugaçe e frat. E kam unë. Superiore tra licenore. Liçenorët bëjnë surprizën. Emocione në stadium ku është I mbushur plot e për plot me liçenor.
Një stadium plot e përplot me liçenor. Një stadium plot e përplot me liçenor, ku Pogradeci ftoi kundër Besës.